Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen. Aktori i njohur turk largohet nga seriali pas hetimit për drogë. Momenti prekës në set. Një zhvillim i papritur ka tronditur fansat e serialit të njohur Kizilçik Sherbeti. Aktori i njohur Dogukan Gungur, i cili interpretonte personazhin e Fatih, është larguar zyrtarisht nga seriali pas përfshirjes në një hetim për drogë. Sipas mediave turke, largimi i aktorit erdhi pasi ai rezultoi pozitiv në një test droge i kryer në kuadër të një hetimi që përfshinte disa figura të njohura të botës së artit dhe ekranit. Pas këtij zhvillimi, producentët e serialit morën vendimin për ta përjashtuar Gungur nga kasti. Pavarësisht të rrethanave që çuan largimin e tij, ekipi i serialit organizoi një ceremoni simbolike lamtumire për aktorin në ambientet e xhirimeve. Sipas një lajmi të publikuar nga gazetarja e njohur turke, në set u pre edhe një tort, ndërsa momenti u shoqërua me emocione të forta. Dogukan Gungur u pa dukshëm i prekur dhe nuk arriti të përmbante lotët gjatë lamtumirës me kolegët dhe stafin e produksionit me të cilët kishte punuar për një periudhë të gjatë. Pamjet dhe përshkrimet e momentit kanë prekur edhe fansat e serialit në rrjetet sociale. Largimi i aktorit ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik, pasi personazhi i Fatihit ishte një nga figurat kryesore të historisë. Shumë ndjekës të serialit kanë shprehur keqardhje për situatën, ndërsa të tjerë kanë kërkuar serime të mëtejshme nga produksioni.